është një vendim i jashtëzakonshëm, është një vendim i madh në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sidomos për çon mesazhin e fuqishëm se subjektiviteti i Republikës së Kosovës gjithnjë më shumë po rritet. A kur flasim për forcën e sigurisë së Kosovës, ky ka themelet e forta, ka ADN-n e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne sot patëm edhe për vjetorin e rënies së heroit Sali Çeka dhe 12 dëshmorë të tjerë, por historiku na tregon dhe aktiviteti i Sali Çekait ishte një ndër nismëtar dhe përjetarët e themelimit të grupeve të armatosura deri dhe në ngritjen, zhvillimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe luftës për shtrimin e Kosovës. Pastaj proceset nëpër të cilat ka kalu FSK-ja, pjesëtarët e saj janë sfiduar, sidomos gjatë kohës së TMK-s, për shkak të kushteve të çrbimit, për shkak të gjitha aspektet që kanë qenë, po vetëm vullneti i madh edhe vendosmëria e tyre ka bërë që të vazhdojnë, që ndrojnë përkundër pagat vogla, përkundër pajisjeve dhe mungesës së pajisjeve, përkundër mungesës infrastrukturës ligjore dhe shumë gjërave të tjera, por ishin të betuar dhe të vendosur që amanetin e të rënëve për lirinë e Kosovës ta çojnë vend. Ai amanet ishte që ne të kemi shtet, të kemi institucione të forta të sigurisë dhe gjithsesi të ecim në procesin e integrimeve euroatlantike në mision dhe vizion strategjik edhe që nga presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Vendimi që ne morëm në Kuvend i ka parapri një marrëveshje e quajtur marrëveshja e Bordit të Paqes, në pjesës së cilës është edhe Republika e Kosovës, ndër themeluesit e atij bordi, dhe nga aty burojnë pastaj edhe obligimet e forcës ndërkombëtare stabilizuese, pjesës së cilës do të jetë edhe forca e sigurisë së Kosovës për t'i dhënë fund apo për të zbatuar planin gjithëpërfshirës për dhënien fund të luftës, konfliktit në lindjen e mesme përkatësisht në Gaza. Vërtet është një arritur e madhe dhe kjo merit ekskluzive është natyrisht e gjithëve, por në veçanti është e profesionalizmit dhe ekspertizës, si dhe përfaqësimit dinjitos të pjesëtarëve të forcës sigurisë Kosovës, të cilët janë ngrit, zhvillu dhe stërvit në kuadër standarde ndërkombëtare. Kështu që merita ju takon atyre, sepse me kudo janë shfaqë, qoftë në aktivitete individuale, qoftë në aktivitete kolektive, stërvitje ndryshme të përbashkëta, me shumë nacionale apo shumë kombëshe, kanë treguar një performancë të jashtëzakonshme dhe kanë treguar se kanë arritur një nivel të zhvillimit dhe profesionalizmit të cilët e lakmojnë edhe shumë ushtrit rajonit. Dhe kjo e ka rrit, është dëshmi se Forca e Sigurisë së Kosovës është bërë një partner i besueshëm për miqtë tanë, në veçanti për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e NATO-s të cilat na ndihmojnë që bashkarisht ta kemi edhe lirinë, edhe pavarësinë, edhe shtetin e Kosovës. Është një arritur e madhe, unë si një prej pjesëtarëve të gjitha këtyre proceseve deri në pensionimin tim, vërtet jam një shumë krenar. Dhe i lumtur sepse unë asnjëherë, edhe pse kam përfunduar shërbimin aktiv në uniformë, vazhdoj të shërbej në formë tjetër, por prapë mendjen dhe bindjen dhe zemrën e kam tek ushtarët tanë.